Për ku je? Deri te stacioni I trenit. Ti plak. Hajde, bërë, ullu këtu, ullu, hajde, ullu. Si jena me? Mirë, si e ti, mire? Dhe tërsit? Shumë. Shoku udhëtar, ju lutemi, mos hidhni mbeturina për tokë, mbani pastër vagonin, mos lini fëmijët pranë dritareve dhe respektoni më të moshuarit. Nuk ka vënd, ti e shikon është plot. Sa I lezetshme. Çfarë mund të kenë në çantë? Shikon se po e kontrollon prapë. Bast që ka lek. Duhet të jetë llogaritar kështu kooperative. Do luajmë apo do merremi me çantën? Tani që erdhi ushtari, syzja u shqetësua më shumë. Shoku udhëtar, ndalohet përdorimi I pijeve alkolike në tren. Ndalohet të mbani kafshë shtëpiake në bagazhet tuaja, si qenë, mace, pula, zogjë e të tjerë. Faleminderit. Shiko se mos ka për nej vezë. Tani gjetit kakaris kjo? Do ta cej dhurat.
Shumë i buloke se po na dëgjoj fatorina dhe na përsëri nga vagoni. Ku e nga fushka në ushtari? Reparte kam të keqen qatë, reparte. Leret ke që nëna se është i lodhër. Kur të rritesh edhe ti do shkosh ushtar, e do marrësh fushë për vërteti. Hajde. E ke qef pushkën ti? Ha? Po. Po ushtar do bësh? Po, nëna më sot e ku të rritem. Pëlqen? Po. Me leje më rrëbir? Po me leje, 10 ditë. Sa mirë. E ki largë repartin ushtar? Largë e kam. Jam në një post kufitare në një fshat afër Gramozit. Sa largë që që nga. Largë është. Po shtëpinë ku e ke? E kam në një fshat të Durrësit. Shumë mirë. Plasjeve në Rumani. Pas masakrës në Timishuara, filluan protestat edhe në Bukuresht. Paramatosin në popullsin. Aq e pati edhe socializmin në Rumani. Që bëta në nga na juaj, ha? Hiç si për erë. Ne jemi për mbrojtjen e kufirit. Mere më rëbir, e mëso goja. Faleminderit nëna. Laftë mirë. I fejuar një? Ja, aty afër. Do me thamë, dashuruar. Hajde të nëna, hajde të keqen. Lere ushtarin, se është i lodhur. Që ke bërë ujë në dirë. Po nxitova më nëna. Nxitova dhe me zor kapa trenin. Ju flet Radio Tirana, po japim lajmet. Pas rënies së murit të Berlinit, pritet që edhe Rumania e Ceaușescu të ketë të njëjtin fat. Demonstruesit kërkojnë dorëheqjen e tij, por Ceaușescu ka dërguar ushtrin për të shtypur këtë revolt popullore. Ndërkohë shoku Ramiz Alijev para disa ditësh bëri një vizitë të repartin ushtarak të Kolonjës që ndodhet në kufi me Greqinë. S'kam vajtur atje. Që kam vrarë gjitha të vetëm. Kush është vrarë? Ata për ata, si punë e jonë. Të mërëshme. Çanta! Kush ka çanta? Iku çanta, iku. E mori trajnisti. Sa mirë që po shkon me leje. Do ta gëzosh shumë në të ndërë.
Të di ushtarit dhe ma hapësh pa këtë gjymë që të luaj? Po dekorata nuk jepet. Mund të luash këtu, mund ta shohësh. Po bërë dhe ti një ushtar i mirë, do ta marrësh dhe ti një dekorat. Medalje të rimërie? Po. Të lumë. Faleminderit. Besoj e ke fituar me ndonjë akt heroik? Po, atje në kufi. Në luftë me armiqtë e vendit. Me grek? Jo. Shqiptarë. Armiqtë të cilët duan të tradhtojnë atë vejon. Ata që duan të arratisen. Si? Një grup prej 4 vetash. Deshin të kalonin kufirin për në Greqi. Ne ishim patrulla. I tham të ndalonin, ata vrapuan drejt kufirit. I qelluan. I vram të 4. Na dekoruan të 3-ve dhe na dhanë secilit nga 10 lekë. Ja, zë këtë që. Mos, mërë birë, mos. Qëfar pas ka bërë? Ke vërar djem të rinjë, djem nënash. Si të bëri dora? Qëfar kishin bërë ato? Shife si ka përtiset me gjitha të dekorat, shife. Ato që kaloj kufirin i vrasë. Pasha e Sultani. Isha më shërbim në Sarabë. Në sheshin e komitetit të partisë hodhën 2 kufonë. Ishte e të mërshme. Kishin ngrirë me kallash. Ishin shumë të rinj. Pasi kishin vrarë, kishin hypur në karrozë dhe po i shëtisnin në gjithë qytetin.